Po vjen. Ku është? Hajde. Shikon. Gjyshi, një solle sheqerkat? Qëfar me? Sheqerkat. Ti solla, meri. Do dhe ti sheqerka? Ma për shpak letorën e detyrave? Ja. Shpesa mi e pak detyrat? Ja. Na. Ti do mi për shpak detyrat? Ane, do ma për shpak letorën e detyrave? Ti ditë për ditë me kërkon fletorën e detyrave. Nuk ta jap, ja. Po së them një sekret për cirkun. E kun televizor? Televizor e ka pa qindra herë. Jo, do viton shatën tonë, do japi çfarë? Se dim që ti gënjen? Për kohë të mamit nuk gënjej. Nga di ti? Dëgjova babën kur i tha mamit. Nuk t'i jap, ja. Ta mbash mend, Do përshkruani gëzimin tuaj kur vjen kombajna në fshat. Do shkruani bukur, pastër dhe pa gabime. Filloni. Ej, Kalamaja. Ç'bëhet atje? Gimi? Çe ke atë letër? Se. Ma sill këtu shpejt. Shpejt të thash.
Po si. Veç për budallë që e ke mendjen ti. Më ka gjetur mua me ty. Shkon në vend dhe mbas mësimit do shkruash 20 herë në fshatin ton vjen kombajna. Fëmijë prap. E më kështu, e mban sekretin tje? Ama i ti. Ka të gëzuan. Mbetën pa cirk. Këta të kryesis shuebën në dhe atëherë kur donte të vinte Besa. Në bushën fushën e futbollit plot me bagje Duani. Unë them të vemi të kryetari. Jo more, që t'na bërtas. Pse t'na bërtas? Gjithë fshati s'do ri pa cirk prej patateve. Thuaj ti Luli, se ti ke xhaxha. Shkojmë. Shpërman veshët që në mëngjes. Po. Mirë. Unë nuk harroj. Pa dhe ti mos harro kërkesat tona. Si the? Më fal pa e ke gabim. Ai ka 2 javë që u ka paraqitur. Të vinë sa më shpejt. Datën eksakte u themi ne. Dakord. Mirë, faleminderit. Ditën e mirë. Po ju bukurosh këtu. Po ne. Vjen edhe pa trokitur, pa le. Ne trokitëm, po ti. Po mirë, çdoni nga unë. Xhaxha, diti që vjen cirku? Cirku? E pastaj? I ke pa ata që ngasin bicikletën në një rrotë? Po që janë qilozi futboll. Pari unë, Silva, e ke parë? Gjëgje, edhe Anit të vërnu ma cirku, pa veshe njëra ano. Edhe një. Ej, bosëm shurduat. E mora vesh që do të vi cirku. Nga unë çfarë kërkon? Po matë kulturës është mbushur me patate. A ti heqim ne me aksion? Nga e morët veshu që do të vi cirku, Mos e biri rapi centralistit ti? Po. Të me thënë keni ardhur si përfaqësues për t'u ankuar. Mirë, tani shikoni mësimet. Po cirku? Cirkun e rregullojmë ne. Ju shikoni mësimet. Hajt shpejt. Ore, shpejt këtu! Njëri kam. Edhe një cik. Po tani, shumë mirë. Numëro. 1, 2, 3, 4, 5. O, shpejt në budallaqe. Budallaj e vetë. Ta vesh në një. Anielka! Ç'është? Po kjo? Kush e theu këtë? Me ty po flas, kush e theu këtë? Ani e theu dhe muri nani. Murin që lyen pardje. E po fëmijë më të prapë se kys më kanë zënë syt. Kujton se shpëtove, ë? Mirë, se sonte vjen ytat. Do t'ja them të gjitha një për një. Dija i se si kanë drejtë sa marrin ty. Ku fute, ku? Po si vesh veshët të dorë të shikosh. A more vesh? Që ku vjen të ilten, ma tha babaj. Vërtet? Po! Hurra! Ava, se mbyte! Pa, sa bukur. Kush të ka rregulluar këto? Unë me gjyshin. Shumë bukur.
që ka tamam si në cirk. Po ky kush është? Gjyshi, ka dalë Spartakiadën e ushtrisë. Hajde muskuj, hajde, tamam Serkuli. Po kjo ç'është? Lëndë. E pse duhet? Për të mbrojtur ku bëj ushtrime. Kjo mbërthet këtu, ja, këtu. Kurse gjyshi e ban këtu. Mos i tregoj njeriu, ë? Se që bëra unë spion, si ju që më treguat babajnë. Ashtu, na! Na! Kur spion? Ju e një ju që më treguat babajnë ke kryetari. E pastaj, a i më ra, nuk e shikojnë që me asë gjatër veshët? A do të vitë cirku? Po! Po qatën, ku do të ngrej? Tek pullarët! Po ta pa i kësaj rallë. Hajde, akrobat, hajde. Të prita që dje për aurin që thash. Po pesa drasa do të shkretën. Nuk vija do të baba, se kishim shumë po. Po sa do të rështu? Nese do t'jem të kidorovori, se kemi remontin. Mbeti për javën tjetër, thej. Po. Ani. O, Ani, pa hajde më dja se të ftojët gjella. Më përpara t'jap llogari para t'jatit. Pastaj t'ulet hajbuk. Vazon e theu. Muret i ka bërë tër njolla dhe tër balt. Çdo ditë rrobat i shqyen dhe i gris. Unë nuk ja dal dot ti fëmijë. Vdiqa. Po fëmijë ish më nuse. Moshëm për të luajtur. Mos i dinë në mbrojtë, baba. Sa herë që vjen në shtëpi, pelivanllëqet e tij do t'gjë. Ai duhet të ndihmoj sa është rritur tani. Po ti harrove ato tuat kur ishin mosh ti? Të më pyes mua kjo për ty, pa di unë si çfarë i them natë. Ariani, pa hajde këtu. Hajde. Nuk fshim burrat kështu. Takoj baban, së bë një javë pa e parë. Të një ullu pranë me? Nuse, mbushje pjatë më djeli. Bukur, a? Bukur. O, po Pelivan ka qenë aligjit. Hajde. 10 metrë lartë e vinte telin. E këllim të dhja, pume, pyma tanë. Shikoj. Po ti, pse nuk i përplas duart? Pse ky që ka cirku pa çadrën e madhe, pa qenë, asari u Silva. Që gjaj më tha se ishin ndarë në grupe dhe në fshatër të tjera. Edhe këtu ka lënë me të humburit për të na gënjur ne. Au, ku me vesh ti?
Me kaq të dashur spektator, shfaqja për sot mbaron. Ditën e mirë dhe mirupafshim. Me pasi sa i vogli pupesh fare. Zliqar, stërdi mirë, ti shiko vetëm tonë që i shajnë fillim. I bërë të ngorë të pale. Por mirë ma, ku e dija unë? A e zem shokat të djalin? Po si? E di unë. Mere, se na pëlqeve. Falimderit. Nga Tirana e ti? Po, nga Tirana. Po e, me si e ke? Beni. Po këtu ushtri me si ke mësuar. Me stërvitje. Vete në shkollë ty? Si nuk vete? Po për të luajtur Roman nuk luan fare. Thuaj vërteta, na? As futboll? Futboll luaj. Po me kal, ditë bësh revan? Jo se në qytet nuk ka kuaj. Po shoku ynë ka qef bëhet akrobat. Me kë stërvitesh ti? Në fillim stërvitesha me baban, se edhe ai në cirk punon. Pastaj fillova me profesorin. Ani pa profesor e ditë bëj vertikale. Do ta shikosh? Po. Vesh Ani. Ha. Ashtu. Shtrika më shtri drejt. Futi supet, ashtu. Ashtu, shumë mirë. Shumë mirë. Provo të bjesh Nur tani. Nur. Provo ti Beni. Ha? E shikon? Hopa. Mere Beni. Hajde provim bashkë tani. Hajde, përkullu. Hop. Ashtu. Shtri duart. Ashtu. Hop, hajde. Opa, shumë mirë. Shumë mirë. Si e ke emrin të gjanë? Arjan. E gëzofsh. E shtimni? Ashtu? Po, si duket? Nuk është pa gjë, jo. Ka për kulshmëri të mirë. E po, që është dime ne këte nga fshatit, nuk ka hambuk në kote. Ani, shife. Mlera atë se po bëj detyrat. Bëri akrobacira me këmbë dhe më duar, artisi merituar. Ani, e bën dot saltron? Unë e bëj dhe mbrap. Po bëj një. Opa. Bëj dhe ti. Mos e bëj dot se tu kam mësuar gjyshi, unë jam me vogël. Jam të mbash. Edhe në qik. Gjava, mami. Zena, nuk e bëj dot. Ule qik. Gjyshi. Po që bën këshu, nor baba, që bën këshu. Që mundon vete kaq shumë si kur je djali i ri. Puna të ma gjallë më nuse. Po të mos bëja zjetë ose ndrysh përse. Apo jo për lipqe? Po, gjyshi. Hop. Edhe një, hop. Tani e ke hakat e që të kam sjellë. Çfarë ke sjell? Gje vetat. Nuk qenë. Nuk e ketër. Nuk. Nuk e zok. Nuk e zok, ja. Ja, pa shikojni vetë këto. Ura! Tani më sillni një tepsi dhe një lukë. Hop. Shpresa, ma lërë të banka ime. Mirë. S'bëhet këtu. Ç'është zhurm? Me ju po flas. Sa herë ju kam thënë që kur vjen mësuesja në klasë, duhet qetësi. Kur do ta kuptoni këtë gjë? Çfarë bëni te tavolina mësueses? Të tjerë mbi banga? Një tjetër zhgravi drasën e zezë? Qofshi drasën. Me limsë? Ullu në vend. Tani nuk jemi më në klasë parë, jemi në klasë të dytë. Nxirni fletorat e diktimit. Edhe drasën e zezë ta fshi mësuesja, po si? Në mafshirësen. Se nuk mjafton koha e lirë për të luajtur, po duhet të luani edhe në klasë, në vend që të përsërisni mësimet ose të ndihmoni shokun. Kështu?
shkon sa ti keni marrë? Kush e solli? Kush e solli? Unë. Ti? Dil këtej? Për jashta. Për jashta. Për jashta të thash. Për jashta dhe mos më hajde më në shkollë pa prindrit. Dëgjova apo jo? Fëmi, afrohuni këtu tani. Afrohuni të gjithë. Pa të gjoni mësuesen këtu tani? Si që e thamë, sot do të vendosim kafazët. Vetëm se parën buria, asnjëri nuk do lëvizin nga vëndi. Do i vendosim këtu afër, mos u largoni shumë. Dhe te pemët poshtë, mos u ngjisni shumë lart se bini dhe vriteni pastaj. Kush do vendosi më shumë kafaz, do fitoj dhe këtë flamur për sot. Tani shpërndauni. Ngadalë, jo me vrap. Edhe ty të pas ka për gjashini. Jo, të ka për ty, që jeni për kryetarit. Po, ba yt, që mbana për telefonin gjithë ditën, sa herë që e merr velon nga Tirana. Jo, mëre, gjenjeshtar. Mos u zini. Një kafaz ta vendosim atë lart si që nga prishur foleja. Që nga shumë lart, s'ma mban. Gjitë mund. Ba. Më ngrini. Edhe qik, edhe qik. Marzira që bën ti. Ishte prishur foleja, prandaj. Po sikur të bie dhe të vritesh, kush e mban përgjegjësinë për ty? Ai është akrobat mëse. Ka mirë si cirkut vet. Jo, more. Mos pas se do ta marrin në cirkun e Tiranës që të shpëtoj njëre mirë nga një rrugaç si ky? Edhe mundem mëse. Ashtu, ë? Se ka ngelur cirku i Tiranës për surratën e këtij dhe për një llafazan si ty. Mirë, mirë. Se ja u tregoj unë kur të kthehemi në klasë. Si tha, more, si tha? Cirkus mbeti për surratën tënë. Me demek si ambush kemi syrin e. Po ti të qartë? Ti the mund të tjerat, se këti si vjen zëri. Ky trimi ynë ka trembur mësuesen me atë dreqiriqi. Ka prishur mësimin e ka përzën dhe nga klasa. Ajo vetë më la të tregoja për i riqin. Për lafe? Për lafe je i vetmi ti. Një fytyrë më shkonte dhe një fytyrë më vinte kur më thamë Suse Vjollca. Se e theve një kraun vjet në atë paralelin e mallkuar, mos do të thyesh edhe kokën? Të t'i këpus ato veshët fare. Nga dalë më e uruar. Nga dalë se na djoj të fshati. Deri kur nga dalo, aba? Deri sa të bëhemi gazi botës? Se këto për këdhelit e tua e morëm qaf atë. Shiko. Prapte unë në zore di. Lëreni më djali. Lëreni më djali në gaz të ti, se fëmijisht. E kjo si vjen prap. Dhe moj...
Hajde, hop. Ashtu. Një. Hop. Dy, kujdes prapa. Hop. Ashtu. Tu. Hop. Çfarë ke gjyshi? Të vrava unë? Jo, u vrava vetë. Shokët, ha? Je më mirë? Mirë. Luli, tani u ktheve nga qyteti? Po. Ani në qytet kishte ardhur cirku. Vërtet? Po bini kishte ardhur? Të gjithë kishin sjellë rinj, qen, edhe çadër e madhe kishin ngritur në mes të qytetit. Oh? Ani, qau të keqen mami, qau. Ani, qau shpirti mamit. Të keqen mami, qau. Zoguj mami. Oh, shpirti mami. Avash. Vishi shapkat. Gjyshi, je më mirë? Ta fërkoj pak raun? Baba, më mirë je tani? Hajde. Po, gjyshi. Gjyshin do ta vizitoj doktori. Ti shkon në dhomën tënde, atë keqen mami. Ha, Gjacelo. Si e? Ç'pa të kështu ti? Hajde. Gjyshi, u shërove? Gjyshi të bën gjellë përa? Me pari, po unë nuk bërtita se gjonte mamaja dhe e ti që ta put kokën e përstaj. Jo, mos e lodhni gjyshin. Pio, baba. Doktori thatë mos flasësh shumë, jo më të lëvizësh. E po, na falni atërë. Po për ta puthur. E po mirë, puthe. Hajde shpejt me mami, se u bëvon për në kopësht. Unë po shkoj një vrap të lajmëroj në punë tek stallat. Po i telefonoj edhe bujarit. Të rion sot me gjyshin? Mirë të keqen mami. Po mos e mërzit gjyshin. Hajde këtu shpejt. Po nuk ndihet gjyshi mirë, shko me vrap ti teta Sofia. Mirë? Mirë. Mirë u pafshim, baba. Pafshim. Ura! Të dhem? Pak. Gjyshi, unë të smur aty? Pas ka zënë frika? Ti më shëronë zago gjyshit. Jo, po duash në elon stërvitjen. Ajo, e kemi vendosur në ty. O, bësh akrobat, o kthehet për mbës. Shokën? Po, Luli. Shko. Mërzitesh të gjyshi? Jo, ik.
Akoma s'e ke bërë gati, po vetë ora. Kam gjyshin sëmur nga zemra, po ti ç'po bën? Po kujdesem derisa të vi mamaja. I themur mësueses, dhe për detyrat ti sjellum. Mirupafshim. Mirupafshim. Rreziku kaloi, si do qoftë kujdesi duhet. Po pse akoma shtrirë do rriu më birë? Urdhroni. E po me zemër nuk bën shakara gjaqelo. Pastaj dhe mosha bën punë e vet. Po. Më tutje, me të pare, me të bërë. Gëzuar. Gëzuar qofshe të Shkuara. I bëre Faleminderit. detyrat e. I bëra. Hajde. O, trimi gjyshit. Këtë nip që në doktor, do ta bëjmë akrobat. Kur gjyshit mos ketë me fuqi televiz, do hap televizorin e do shohani duke bërë numrat cirkut. Me nga dalë, baba, se shkova shumë larg. Është me talente e punë. Pa do njeri unë që t'i rrim piko, merret me të ta mësoj çdo ditë. Na bëga djali një vertikale, ku di unë si e thonë, i pas ka thënë edhe profesorin do një fjalë mirë për njerëzillëk, edhe u bë akrobat kë. Ky, flet kështu, se në shtëpi është më shumë i ikur e nuk di çka bëri birin plevic. E si los të ditën atje, nuk kujtohet as për bukë, po nuk e thirrë. Mirë, baba, mirë. Po nëse në ndrof mendja për të bërë shofer, pilot apo oficer, çfarë do thuash ti? Prap do t'i dalë për krah, e jo ti për ta se ta dënoj siç bani ju. Të gjitha do t'i bëjnë. Po më përpara të të shërojmë ty gjaqelo. Tani mua më falni. Të lutem. Po pati në një shqetësim, lajmëroni me njëherë. Patjetër. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit shumë, doktor. Të lutem. Shikoni pse. Mos dëgjoj këtë. Sa të shërohet gjyshi do fillojmë prapë. Po vendi ime, ku është? Vendi yte? Hajde këtu. Ka dalë më të rua se më bytë për. Me hile, ha? Ani, pse nuk shkon nesër në qytet tek cirku ti, me që është diel? Po sikur ta marr vesh mamaja. Zëre sigurisht duke lozur deri vonë. Ku diu? Biletat ju lutem? Bileta? Juve? Në rregull. Juve bileta? Jusha? Po. Ç'pas ke bler kështu? Akrilik, shika. Ua, sa i bukur. Shumë i bukur. Të shkoka në gëzofsh. Ku ta gëzoj në tren? Iki që pak dhire kthehem e vdekur. Nxënësit, shkolla, rruga. Ja mbron fjeta në fshat. Kishim një mbledhje deri vonë dhe zbajta dot në shtëpi. Sa vjet u bën? Në shtator mbusha 6. Kanë thënë gjë për transferim?
U bën 2 vjet që më premtojnë. Të shohim. Gjaxhi, ku është çadër cirkut? Çadër cirkut? Ec drejt. Drejt e ke. Dhe tani do të futemi pak në botën gazmore e lodërtare të kafshëve. Me kaq të dashur spektator, shfaqja për sot mbaroi. Ditën e mirë dhe mirupafshim. Gjaxhi, ma thirr pak Benin. Benin? E thre Gjaxhi. Kush po kërkoj? Unë. Kush je ti? Nuk më mban mend? Ja. Ja Mariani. Ti ke ardhur në fshatin tim. Unë bëra dhe një vertikale të mullarët. Jo, nuk kujtohet. Beni! Ika se më kërkojnë. Jo, as të thjerë që dha Gimi, nuk i thash se vinë në turp. Pse se takove profesorin? A i pa vetë kur bëre vertikale. O çuna, bajke centrali ka një kalendar me flet. Edhe për 5 ditë vin pushime tremujore. Sa qef do kënaqemi duke luajtur. Po ju ç'keni kështu? Susja! Ullëni. Ullëni. Orën e parë sot kemi vizatim. Nxini fletorët e vizatimit? Edhe bëjmë. Do vizatoni se cili si mbas dëshirës. Dikush mund të vizatoj një kazëm, një lopat, një pem, a një zog. Po lepurush. Po, edhe lepurush. Po traktor. Edhe traktor, edhe lule. Po makinë. Edhe makinë mund të vizatoni. Vetëm se kujdes, punoni pastër, bukur, mos lëvizni në përbanga se i luani dorën shokut. Filloni. Do i them susës, a më që ke?
Arian. Arian, unë në vënd. Mirë. Mirë. Bruna, ke haruar derën. Vazhdo. Gjithmonë makina ti. Gjithet mollës. Mirë. E pas ke lyrë me jeshile shtëpin. Kuj ka gjithet Lulja? Me jeshile? Po. Mirë. Bëj s'jepin zogut, s'jepin. Pse e mban fletoren kështu? Mirë, vazhdo. Po ti ç'ke bër? Ç'është kjo? Djalë elastik. Çfarë? Djalë elastik. Pa shikoni. Shikoni sa bukur ka pikturuar shoku juaj. Bukur, a? Ç'është ajo? Djalë elastik. Si milingon. Tamam si milingon. Në qoftë se i bën dhe ushtrimet akrobatike si këtë vizatim, nuk do bëhesh kur akrobat. Vazhdoni punën. Mirë kështu. Edhe kjo në rregull, tani fillojmë. Ani, me ty po flas. Çfarë ke ti? Ç'është kështu me ty? Pa të regoj jushit si shpuna. Unë nuk bëhem akrobat. Çfarë nipi kjo llac që pas kam? Pse bëjmë burrat kështu? Pa ngrije kokë? Ashtu. Tani më thuaj kush ka sharr? Suesja. Po çfarë tha? Ti nuk bëhesh akrobat. Po pse? Nuk e bëra vizatimin mirë. Po nuk e bëre sot, do ta bësh nesër. Ti piktori lindur nuk je. Pse shkolla? Do e zën me burrin ta kanë nxjerr ty natin. Pa ajo nuk është e martuar. Pa aq më keq. S'ka kujt i shfrejtër. Tani qovë se po mbas më shumë kohë. Ti që kur thuaj që më ke njerë mua. Mirë, mirë. Mere me ty. Hadi hop, një të lartë. Lidhëm. Ashtu. Më themi. Lartë. Edhe një. Hajde. Kujdes kratë. Këmbët. Këmbët tash. Ashtu. Gati. Hop! Oh, kjo është. Tani salto prapë. Hop.
ju, pse nuk do me të luani? Nëse s'kemi mosim. Unë nesër do shkoj të Daja në Tiranë. Do ri disa ditë atje. Po ti? Unë kam gjyshën së mur. Ai akoma pi ilaçe. A nëse pi shu e kanë, gjyshi im. Ja i shumë ilaçe në ditë, sa po ti pija unë, do rria 1 javë pa hëngur bukë. Nuk vim ja. Oh, se do mbini ndorë. Po tjere, pse nuk fjet edhe ca? Shkollë nuk e sot. Po, do mbledhim pi mjekësore për shkollën. Mirë. Veç mo dil pa ngran mëngjesin. Prapti? Po. Atë ditë u kujtova për ti kishe ikur. Atje të mullarët, ti ishe me 2 shok të tjerë. Njëri më dha lajthia, po në qytet ku ke ardhur? Po, kam ardhur të hava. Sa do rish? Beni! Ja erdha. Do të më shosh se tani e kam radhën. Mirë. Faleminderit. Po kush jeni ju? Jemi ne 3 fshatit. Kush është aty? I gjumashi. Qomo, qo. U lodhe u këput djali me këto bimët mjekësore. Shko zoke flima mirë në krevat. E ke parë disa herë këtë film. Do shko shesni? Jo, të shoh filmin. Mirë, qo. Nani, atë të bësh.
Gjagji, ka tren tjetër për në vlori mas? Jo, nuk ka. Pse? Qune, hajde këtu. Hajde më këtu. Gjyshe, unë e dua tani. Tani ma ble. Nesër ta blej gjyshi, se tani u bëvon. Hajde se na pret dhe mami me babin. Ariel, po ti që bën këtu? A pra ti po të pyes, çfarë bën këtu? Ç'është ky? Në nxënësim, po se mora vesh se ç'kërkonte këtu. Po pse iku ashtu? Nuk e di. Shpejt se iku. Po çuni. Po ti çfarë bën këtu? Ha? Si e ke emrin? Hajde me mua. Pa thuaj Xhaxhit ti pse kaq vonë? Ha? Spordjak! Që tani na shpia në për policiera. Pa më mund, çfarë do të presim nga tyne? Ha për fol! Gënjeshtar, ke një javë që vetë vjen në për qytetër në thosë shkon shkollë. Ka takuar atë shokun e cirkut. Gabim që nuk mori lepo. Rria babat lutëm shumë mos e di në mbëreti. Harava se shoqen për këtim për emë? Këtu në shtëpi nuk dua të flitet me as politar, as për rangullinat të tjera. Nuk dua të flitet me as për cirkun, më rëvesh! Mos kështu me djali. Me mori 300. Marë po, të bësh njëri ti apo ta puskokën fare? Po jarë se shastisën fare. Ajo që u bë tani. E mirë, dilin në mbrojtë, se më imbarë të bëhet. Pse si dhe shutit keqe mami? Pse na e bën gjaku noj? Qarë ke thuaj mamit?
Elka, Vëra, po më kërkoj njëri të telefonja. mirë gjyshi. Ku po shkon? Të bëj detyra. Ani, ka ardhur profesori. Ku është? Ja, atje. Me leje mësuse, ka ardhur profesori. Të shkoj pak? Ku është? Ja, atje. Mirë, shko. Hajde, duart, hë? Do shkojmë në shtëpi? Mirë, hajde. Ju mund të keni të drejtë, profesor, po kjo koka ime nuk po mbushet akoma. Ku bë talent djalim, këtu nuk shat? Pastaj vetë akoma nuk e di se çfarë i pëlqen më shumë. Ariani është fëmijë i talentuar. Për këtë ju siguroj. Unë se mora rrugën kod deri këtu për t'ju bërë ju qefin. Nuk bëni mirë që i mbyllni rrugën djalit e i prishni të ardhmen. O pa Ariani e ka ëndër cirkun. Unë themi Zoti ishte ai prind që arrin t'ja bëj të vërtet të ëndër fëmis. Hamenus, mos mi rrudh vetulla se kur kush e di ku të ta çonin në Tiranë me në kryeqytet. Njerëz ku ta gjejnë, ata luftojnë e përpiqen t'ja arrijnë kësaj ditë. Kurse ne, Megjithatë, ne do ta bisedojmë edhe një herë këtë punë. Gjën sot apo jo? Sigurisht ne s'kemi pse ngutemi. Ne jemi dhe një javë këtu me shfaqje në qytet. E po në rregull atë. Hajde gëzuar. Gëzuar, profesor. Gëzuar, sukses edhe juaj.
Aja shkull prap bishta lecat vjollcës? Po luan gjumashi, fleja koma në klasë? Më ka marrë malli shumë për të gjithë, për fshatin, për shkollën, për trenin. Susja! Që bëhet atje? Gimi, që është ajo letër? E ka tërguar Ariane, mësuse. Ma jep mua? Do t'a grises, mësuse? Jo, pse duhet t'a gris? Ja, i këtu shkruan se ka filluar stërvitjen. Së shpeti vjen vit i ri dhe ai do japi çfaqje bashkë me cirkun. Ne të gjithë do ta shohim. Ju të gjithë duhet jeni të gëzuar sa ai ju ka nderuar juve, fshatin, veten e tij, familjen e tij. Edhe juve. Po, edhe mua. Edhe mua se dhe mësuesit nderohen nga nxënësit. Fluturuse, përveç akrobatëve tanë, do të ekzekutoj dhe djalë elastik. Ushtrime të bukura dhe të vështira të karakterit dinamik.